që kur fitoi presidencën e shtetit më të fortë të globit, presidenti amerikan Donald Trump nuk i ka fshehur ambicjet perandorake që në ditët e para të mandatit të dytë. Kemi qenë dëshmitar të postimeve të tij në rrjetet sociale ku e shfaqte veten si mbret. Me fillimin e vitit të ri, këtyre ambicjeve po jep formë. Sipas ekspertëve, bordi i paqes në Gaza, kërcënimet ndaj Iranit, rrëmbimi i presidentit Venezuelës, këmbgulja për të marrë Grenlandën dhe tarifat e pakuptimta ndaj gjitha shteteve që nuk i nënshtrohen planeve të tij, janë tregues se administrata Trump në bashkëpunim me Izraelin po tentojnë të rrënojnë rendin ndërkombëtar të mbikëqyrur nga OKB-ja dhe krijimin e një arkitekture alternative të pushtetit global. Rezultati nuk është lindja një rendi të ri të qëndrueshëm, por fragmentimi i rendit global. Normat zbatohen në mënyrë selektive, fuqitë e mesme detyrohen të rreshtohen në kampe, ndërsa vendet e jugut global humbin çdo iluzion për neutralitet ose drejtësi ndërkombëtare. Rendi i vitit 1945 nuk po shembet me një akt formal, por po vdes përmes erozionit të besueshmërisë së tij. Pra, administrata Trump në koordinim të ngushtë me qeverinë e Netanyahut nuk po ndërton një OKB të re në kuptimin institucional, por po zëvendëson rendin ekzistues me një sistem hierarkik dhe selektiv ku ligji i të fortit mbizotron mbi parimin e drejtësisë universale. Ky transformim përbën një nga sfidat më serioze për stabilitetin global që nga fundi i luftës së dytë botërore.